Sot do ikim për namaz nate tek xhamia namazgjas, që kështu hajdeni së bashku. Po shkojmë për tek xhamia, është ora 1:03 natës. Nuk e kuptoj pse ka semafora nezën këtë orë, nuk është se do kaloj ndonjë njeri. Këtu s'kalojnë as ditën, një më në orën 1:03. Parkova makinën këtu te Toptani, se si dieta ka aty te xhamia, edhe po ikim tani me këmbë. Jemi veshur shumë holl, se nuk llogaritëm që do ecim me këmbë. Kështu po ikim. Edhe rrugët janë full fare me makina. Është ora 1:30. Në orën 2 falen. Ja dhe xhamia. Okej, është ora 4:03 minuta, sa po mbaroi gjithë namazi natës, edhe kishte pafund njerëz, nuk e keni ide, nuk kisha parë xhami më full se sot. Inshallah ka qenë atë kadri kjo, se e kemi shfrytzuar maksimum me dua, me lutje, me vepra të mira dhe me çdo gjë. Sa shpejt iku ky Ramazan.